Pas vizitës që zhvilloi mesditën e kësaj të hënë në Korçë, kryeministri Edi Rama rreth orës 14 ka mbritur në Vlorë me helikopterin e forcave të armatosura. Rama është ulur në ish fushën e aviacionit, i shoqëruar nga një tjetër helikopter. Pranë rezervave të shtetit e ka pritur eskorta dhe Garda e Republikës, ku me masa të repta sigurie ka vijuar vizitën në Vlorë. Më pas Rama është nisur drejt sheshit Flamurit, ku i shoqëruar nga ministri Akumbaro dhe një grup investitorësh, ka bërë një inspektim në disa projekte që po realizohen. Rama ka inspektuar nga afër punimet që po zhvillohen për ndërtimin e qendrës multifunksionale në qendër të qytetit, por dhe projektin për ndërtimin e Muzeut Hebraik në Vlorë, si dhe rrugën e Hebrejve. Një inspektim ky që ka zgjatur vetëm pak minuta dhe më pas kryeministri është larguar. Pas vizitës në sheshin e Flamurit, Rama mësoi se është ndalur në Orikum, si dhe në Radhim, ku do të inspektojë projektet infrastrukturore si lungomaren apo shëtitoren e qytetës bregdetare.